Jo, duhet të ndalin një çika marit do të kjo puna e Greqisë. Në qoftë se fitojnë këto zgjedhje, për mua s'ka rëndësi fare që bëhet Rama diktator, se unë s'po du vendin e Ramës, nuk dua t'i marr vendin e Ramës. Po diktator s'bëhet se ajo fjalë diktatura nuk arrit të kuptoj. Jo, nuk sinqerisht unë nuk e kuptoj. Jo, e di se jo diktator. Se këta se kanë provuar që diktatura. Diktatura është një gjë shumë serioze, domethënë për me qenë si Rama. Madje kam idenë që po t'i jepte gojës shu Rama si që jep në diktaturë, do ta kishte kap spacin me kohë. Edhe e kam këtu që kjo është përplasja, ti nuk e ke idenë sa në mënyrë kapilare është futur agjentura greke në Shqipëri. Mendja nuk në qeveri. Në çdo panel më leje qeverinë më bëj. Po qeveria po le në çdo panel. Po në qeveri, e ke po në për ministrira, po në polici, po në shërbimin sekret, po në ushtri, gjithandej e ke. Është vërtet. Dhe kjo është lufta e madhe kur Greqisë do t'i pritet varësia psikologjike që ne kemi nga Greqia, që i tregojmë. Se dje isha një panel, ishte edhe një panelist nga këta të PD-s, e tha minoriteti grek një marë, do të rritë, s'ka minoritet grek i marë. Ka një minorancë... Që do bitbëllojnë këta? Po. Shefi fillon duke bitbëllu dhe... Minoriteti grek. S'ka, edhe Sala Joti thash, i thot minorancë linguistike, nuk i thot minoritet. Se është kapërcimi madh ky që i duke bërë, duke i quajtur minoritet. Se po i quajtë minoritet, krijohet Himara, Finiqi, Dropulli, dhe e ka thënë njëri për tyre, fatkeqësisht është nibis i Petro Markos, ka thënë po, do marrim edhe këtë dhe ne do krijojmë duke u nisur nga Zajet Nica, do krijojmë komunitetin e komunave greke. Dhe pastaj do kemi të drejtën tonë të kërkojmë një Zajet Nicë autonominë, ja ku dolëm te Vori e Piri. Dhe me këtë goditje, Rama e thotë, shiko zotëri, qofse unë du me vu një grek në Himarun e ve, pa i greku falet për mu, që është Vangel Tavoja, nuk falet për juve. Falet për këtë vënd, më bërë. Po më ve, jo, për mua, për kryeministrin e Shqipërisë, pra. Nuk i ka antenat nga juve. Nuk është kryeminist, jo për kryeministrin e Greqisë. E Greqisë, po pra po, në këtë sens e kisha. Këtu jam unë, këtu juve s'keni më punë, juve do shikoni punët tuaja, e njëra tjetër. Ti kanë marrë të gjitha më, në për ministrina, në për... Kishën ortodokse, e ke mbase ky fundi ndryshon do një gjë, po që në bodrumet e asaj kishte aparatura përgjimit, aparatura akustike, janë ato që kavin zhurmat, kanë qenë deri vonë aty. Mbase i kanë nequr, se dy popuj miq, si thaj. Po kjo i jep një shkëputje psikologjisë tonë të varësisë nga Greqia, si vasal. Edhe Mahameni e jep edhe një kurajo tjetër Ramës, që në qoftë se dalin parashikime, thuhet për 78 është e vdekur, domethënë që i merr pse ja. I thotë që shiko, bot si qeni, po prap nuk e ashtu dot, se dikur Greqia këtu përcaktonte fituesin ose jo. Eksaktësisht. Po më shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Mbaj mend më tregote një ministër shqiptar që u dote t'u largote në 97-ën erdhën repart grek dhe u dislokuan në Tiranë. Reparti grek. Dhe ky ministri i mbrojtjes i kërkon Nanos që të largon të repartin grek. Se erdi në 98-a, si do. Nanoja është bëri bardhë në fytyrë, në kush e di çfarë presioni ka pasur që mos ta largonte, po repart grek në mes të Tiranës. Si përfundim e largoi. Po ta kam fjalën, imagjino çfarë ndikimi ka në Shqipëri Greqia. Çfarë ndikimi ka, shpjegoj më një rast që mbaj mend që nga që nga 91-92 se çerdhën u kapën janë 9 agjenta, nuk e di se çfarë. 4 agjenta. 4 agjenta i lorove për 24 orë, si mashë do të Asmburg më. Se që po një gjo, po më se që bo i gjo nga 90-91, nuk i mashë do të në burg, ti ikën për i herë. Nuk i mashë do të për i kapën me a shumë dorë, nuk bësh fjalë. Dhe problemi është që edhe këta të mirë, edhe këta grek nga ana vetë, duhet nuk arrin të kuptojnë që si që po zhvillohet politika botërore, gjëra më kryevepër është që të bashkëpunojmë një tjetër, jo të fusim amësinë në mes njëri tjetrit. Dakor, them. A më kuptove? Unë mendoj që ai greku i thjeshtë që tash po i vuan pasojat e krizës së njëri në tjetrën.
është shumë i prirë për bashkëpunim dhe shumë i prirë se prapë me këtë përfaqësuesin ndjej që kisha të djathtë. Se mua bedi për se s'po vjen vota. Po ja tha, nuk po vjen vota, tha, e minoritarëve, tha, se ata tha do votojnë, tha, Banjel Dulën, e harroj atë se minoritarët votojnë PS-n, i thashë, grekët votojnë PS-n. Këta që ju keni hedhë trute gomarit, tisë këtë votojnë, këtu është problemi. Këta shqipfolqit. Nesa Marildo, si dhunë, si po duke ty? Tani, jo, du të ndalu dhe në diçka. Nëse mba mend, për shembull, dhe e thasha dhe gjatë sa kohë, po nëse mba mend, në emisione pak përpara, shumë përpara, ndoshta kam thonë që ama dhe ky Rama me këtë BN, sepse unë BN e shoh një organizat që shqiptarëve të paktën, më kupto, me shqiptarët është tregu, si mund të them ty, jo as pak misore, mund të them aj misore, sepse vendosja e Greqisë, një shteti tepër të korruptuar, me drejta të plota BE, bëre që për gjithë shka të përgjigjte Greqia ndaj nesh. Më kuptove? Dhe kujdo që t'ja lesh atë, e bë për qef më burë. Ziesh me grunë thoja të pefus më shpull të në shqiptarë, hajti moj gjo. Këtu është, ja le, dhe më dhe një shtetit pa zhvilluar, si Greqia, se unë ku kam shku në Greqi ishin komplet pa zhvilluar, me sinqetë, se unë visha nga i vend tjetër. Do më thënë, pse them komplet pa zhvilluar, sepse ndoshta se unë shkova me Ikrahin, ku shkova në Greqi, nuk shkova në Athinë, se ndoshta në Athinë. Turizmin ka Greqia, apo jo? Të më falin, për shembull. Mirë më mirë, ata e thonë me vetë ata, se s'kan të krahasuar me Gjermani, me Angli, me Francë. Tani unë kisha ndet rreth 8 vite në Angli. Kisha nga mesi i Tiranës. Kisha shku rreth 8 vite në Londër, dhe shkova në Thekosiliqik, Varilesh, mi ven, me tregishta. Mu duk vetja në fshat I don't know, nuk e di këtu në Shqipëri, qa fshati mund të. Se s'du me i vone më fshati. Po ashtu mu duk, nga mentaliteti, nga mënyra e veshjes, nga mënyra se të shifshin, do më thënë, 14 ditë kam punu është fakt, 14 ditë kam bo para pages, kam dej shoku në Nantë. Pesja fala. Erdi për përgërdet shoku. A i bona i 2 metosh rrugë që lash nome edhe ke kufiri. Më këto, një trajtim, pra, po të futet një trajtim që i boten kufi shqiptave që u boshin në atë kohë. Tani nuk e ke ide. Aty mund të boshe kriminel. Ma di e kam pa. Tani aty mund të boshe kriminel, sa unë kam dalë, si që dola të vetëm se kisha pasaport tjetër. Nga Korça? Kufi? Sa ata të Kapshticës kanë qenë, ka vjesh në ndryrë, po ata të Kapshticës ishin sa çoban të Greqisë që kishin marrë, kishin vesh policë. Nga Korça ka marrë tani, nga Korça sepse kam përfundovan përkëtës. Tani e rrifshin burrin 50 vjeç në shpulla, në sytë fëmijëve e të grus vetë. Dhe pse kështë dali qik jashtë. Tani kom pa atar. Dhe ti nuk e kiten se është bo skandal në atë pikë, sepse thash si i bjeti këti. Më do për i fola anglisht, nga që kisha edhe dokument angles, ku shetim, tha më këshu morë, me edhe këshu krejt, me a shumë fillim, thash boj nomin, thash, sepse jom këshu, thash si i bjeti personit a shumë, në të farfeje. Dhe po të adishin që shqiptar, më këshin ngrejt në mu. Më kishën thënë dysh. Por, tani, me sinqeritet, ishte i moment, ndoshta dhe mosha, ishte i moment që, do me thënë, nëse të mu jepte mundësia po e marin, do me që do ishte gafë, do isha bo terrorist në atë moment. Aq të merë ishte. Unë nuk isha pa në e herë, se kisha jetu në diktaturë, po s'kisha pa në e herë të rrifte burri në sytë fëmijëve dhe të krus në atë farfeje. Tani është tjetër të rrafin si burë. Dhe është tjetër të të rrafin në atë farfeje. Vetëm ca plerat, ca të pa zhvillu mund të bëjnë atë. Ate që kam pa unë me sy aty. Dhe kam qenë me gru dhe me fëmijë aty. Më kupto? Më shdridh mishi. Kisha pa atë, se më të them,
nacizmin anglez. Për shumë soft janë, shumë të kujdesshëm ata. Ta thonë me fjalë. Dhe mi u komplet dashnia. Aq shumë nga i dashnia sa as këngë greke s'kam dëgjuar për 1-2 vjet. Që vdes për këngët greke. Më hypi urrëtie. Me sinqeritet më hypi urrëtie. E di, është Dhe më vjen shumë keq, më kuptove, por t'ja lesh në do njerëzve të pazhvilluar fatet e Shqipërisë, që jala bëja, se dolëm ke bëja. Jam këtu me ty, ajo ishte poshtërsia më e madhe se mund t'ja linte Italisë, që është një qasje komplet ndryshe. Po në momentin që ti ke diferencë në pasaport, në momentin që si mund të them, ati të korruptuarit katunarit grek, ti ja subvencionon, sepse në qofë se jenë në Europë, ta subvencionon dhe prodhimin, në atë moment detyrimisht do morësh duke ta fshije dhe atë duke të fshije dhe pemët frutore, gjitha qa kishim në këtu, do më thënë, kooperativa, ferma, që kinoqen gjitha, bravo, dhe e more atë... Ke 30 vjetë që importohë që andej. Dhe e more atë për qabuke, kam një gjurë raste që i kapshe dhe grun, edhe qoshe shqiptarin aty, dhe i leshe mas një 3 muaj që thoshe ti maj unë rogën, edhe lemroshe policinë që ta bishin me operacion fshesë ta bishin këtu. Pra, përbëjen nuk kam pas në herë respekt, sepse kam bo këta analizë, por qa për shof sot dhe si shtash për shumë, ose edhe sot nuk kam në një respekt, por qëfar kam frikë. Pra, është ai momenti që thash që tani po votohet mes Shqipërisë dhe Greqisë, nuk po votohet mes partive shqiptare. Sepse vërtet, nëse ne marrim pasaportën e BE-s, vërtet me sinqeritet që s'm keni gjuna jesë, sepse o e urrej unë BE-n, ose nuk e urrej njëri. Po nëse marrim pasaportën e BE-s, në këtë moment çfarë bëre, është e pamundur të komandoj tjetrin shpitate. Me anë pasaportës është e pamundur të komandoj tjetri me anë të ligjeve, me anë të presioneve e një e tjetrën. Kështu që tani e kuptoj sepse vërtet na duhet BE-ja. Duke filluar që nga prodhimi tani. Po të shofës prodhimin tonë kur ikën për jashtë, do një tuf vulash, një tuf taksash që s'ka një që nga kohë komunizmit, ka shumë në do BE-ja ne, ka taksa që nga kohë komunizmit. Me sinqeritet, Italia ka 1-2 tilla, inshallah i kanë heqë tash. U torturua një drejtori i kulturës, Institutit Peshkut të Midhjes, kishin lënë akoma atë institut, po e mbaj mend se shkretin 10-15 vjet u torturua që të merrte licencën që të eksportoni midhje. Dhe, sepse diku, pas ka një sfundet e midhje tona, ka në gjithandej, se vjenë gjithë në zeun, kishin vënë një ndales ata dhe nuk e lejoni, sepse vendi jashtë BE-s. Ke procedura që të fitosh. U torturua i shkret dhe nuk e mori, po ndoshta tash e ka marrë, nuk e di po. Shiko se po bën pyetje, njëri Sokrat, Aristoteli, mirëmbrëma yje, mirëmbrëma vlla. Mirëmbrëma. Një pyetje e keni menduar nëse Amerika përsërit 2005-ën, për shembull fiton Saliu, mos o zoti Arabi thot. Po, bërë shumë mirë Sokrat që e ktheve këtë përgjigje, sepse këtë pyetje kam bërë dhe unë vetes time. Problemi që ndron këtu që Amerika qa kishte për të morë në 90, 91, 92, gjithë është i mori. Dhe e vetëmja e mirë për të sot është që të na ketë partner, që të na ketë një vend të stabilizum ku për shembull mund të investoj në turizëm, o mund të investoj në këto armët e famshme, sepse i del më shtrenjtë të prodhoj në Amerikë se sa të prodhoj këtu në Ballkan kene ku kemi pas dhe infrastrukturën. Kështu që logjikisht duke ditë që Amerika punon me llogari, jo me salira,
Jo, dikur I ishte tash në llogari Saliu, po Po I duhesh sepse u duheshin marrë gjërat që t'ishin marrë, më kupto, ato që u morën. Tash si del në llogaria me Po s'ka se u morën ato, më kuptove. Tani ti ke nevojë për një vend normal ku të vish bësh i palpushime, ku të prodhosh diçka. Më kupto, kështu që është jashtë masa e pamundur kjo. Me llogaritë që unë kam bërë dhe nuk është çështje emocionale sa është çështje studimi kjo. Do më thënë që asaj intereson, duke ditë që nuk në gjithë Europën jemi I vetmi vend që dum Amerikën një lloj si Shqipërinë, çik më shumë Amerikën. Ja, çik më pak. 95%. Okej, 95% thot Dritani, unë jam 95% nga krau tjetër, po por kështu që mendoj është komplet e pamundur. E vetmja mundësi është nëse Amerikës I duhet ajo pjesa e jugut t'ja japi Greqisë dhe pjesën e veriut t'ja japi Serbisë. Që në formën në të cilën këto po luajnë gabimisht tani, të dyja palët edhe Serbi edhe Greku, se Greku do t'i shesi ca anije në fakt Rusisë edhe Vučić do të shkoj për bravo, sepse gjithat ngritje ekonomike që pat Vučić që hashin mut, se tash është fjala mut, që hashin mut panelistët, shisa i mirë Serbia, edhe Maqedonia dhe këma radhë ishte sepse në fakt ishte investim, kishte investime dhe kineze, dhe ruse, dhe amerikane, dhe gjermane. Ne kishim vetëm marje nga ato dhe qa bishin kriminellet tanë dashur nga jashtë. Sepse ishin gjithë kriminellet, ato që ishin me fëmijë, jam këto se ishin ilegalisht, s'kishin as pasaport as gjo, e boshin një krim. Ata na kanë majtë gjallë. Më këto që ishin që kanë majtë. Kushte për shumë mund të thotë që ka të drejtë Shqipëria se Çamëria, siç më ka thënë gjyshi, do thotë Trumpi, ka qenë gjithmonë shqiptar. Edhe kjo që ndron kjo që thot tani, nëse kryen atë prapa nisën shumë edhe ju del llogaria për shkakun që të bëhen vërtet, se mund të them, armët në Shqipëri, do të hapet kjo lloj industrie, mund të ndodhë edhe kjo që thot tani pa pik turpi, biles duam dhe atë pjesën e Janinës se ka pas ai Ali Pasha të penja ka pas fiksim atë pjesë. Më kuptoj po që gjë që nuk më gëzon fare përplasja e kombeve. Më gëzon më shumë që të bashkëpunojmë me njëri tjetrin sepse pak a shumë kemi një lloj kulture dhe bashkëpunimi është gjithmonë shumë herë më I mirë se sa urrejtja këtë s'kemi një diferencë të jashtëzakonshme. Nuk ta thash me të qeshur këtë punën e Çamërisë. U e di që është serioze fat që kujtohet se atë që kujtohet se ta morëm me të qeshpën këtë? Jo, atëherë edhe për ata që na ndjekin, një 10 vjet përpara, 12 vjet përpara, janë marrë 2 profesorë shqiptar të historisë me charter, janë çuar në një hotel në Washington. Po. Dhe ishin edhe 2 profesorë grek të historisë e vonë. Si dhe një punonjës I CIA, Departamenti I Shtetit, qenie martëvesh. Edhe ju thot, më thoni një çik pretendimet që keni ndaj njëri tjetrit. Edhe rreshton. Pretendimet shqiptare për Çamërinë, pretendimet greke për Vori Opirin. Okej, thot shumë bukur, faleminderit. Keni dhomat për kace, unë hanit, pinit, porosisin që doni, të nesërmen, jo, mbas 6 orësh, 7 orësh, flini diçka, ju presin charterat që t'ju çojnë në Shqipëri dhe në Greqi. Dhe një nga këta profesorë shqiptarë pyetën për çfarë deshën, këto I tha se ishte një udhtim inkognito as 24 orë, marrë me charter, kthyer me charter, në një dhomë, këto për çana duan, tha, po varet si do sillen, I tha se mund t'i japim Çamërinë në Shqipëri ose Vori Opirit Greqisë, varet se si sillen, I tha, dhe na duhen këto argumente, tha që t'i paraqisim kur të bëhet shkëmbimi. Kjo është ajo që ne kemi thonë në forma tjera,
shumë përpara që e kanë bërë me gjithë kombet. Mjep se ku mund të fusën sherr. Po. Mjep ato ku mund të fusën sherr. Edhe varet se si sillesh. Bravo, si sillesh. Dhe Po që e di kemi atë të fitilit. edhe sa kemi kaluar 5 majin, duhet të hedh një këndvështrim ndryshe të historisë. Themi na kanë coptuar, na kanë inatën kë. Jo më jos, na kanë inat fare. Nuk na kanë inat fare, janë Bëjnë detyrën e vet. Jo, kanë punë të veta. Po. Ti në 1912 u gjende në krahun e gabuar të historisë. U gjende me armiq të fuqive të mëdha. Në 1918 u gjende në krahun e gabuar të historisë, me fuqive. Në 1944 ishte nga krahu këndej. Në krahu i tyre. Dhe nuk të preken. Ç'të prekën e? Jo, një minutë. Okej. Ose në 44 kujton ti po të ishe me fuqi të humbë të boshtit Po të kishe që me gjithoje. fuqi, po nëse do fliqim shqip, kush e di çfarë gjuhë do. Po pra shkumbi ku e doni, në shkumbim do ta ndani ju i tha. Mos e diskutom. Prandaj pra po themi. Tani ajo nuk diskutohet. Tani me sinqeritet, kjo që the është si një që bëjnë dy. Ka që është thjesht historia, një nuk që është. bëjnë dy. U gjende kush janë partizanët? Plera, Maskarejn, Vrasës, Pushtull, ishin ta i krahu që nuk të lanë të mëshin. Sa herë ke qenë te krahu i humbs, të kanë ndarë, të kanë coptuar. E di pse e them këtë 100%? Deri në vitin 90 ndoshta ishte me mendimin ama se kështu, ama se ashtu siç është çdo budall. Si vazhdoj. Po, siç është çdo njeri që nuk lexon. Çdo njeri që nuk studion, se nuk i jep shans vetes. Është edhe bësh budall. Por çfarë pas nga 90-ta deri në 2000-shin dolin pikërisht ato shprehje që shqiptarët nuk dinë me bo shtet. Që observun e re, deri nga 2000-shi fillun të dalin në përte këto. Po. Dhe më e bukura është që na nxirrshin konicë mjes dregtar që nxorën konicë nga vorri se si shqiptarët s'dishin me bo dhe fishtën pikërisht sepse s'bojshin shqiptarët. Hikën këto me Naim, me Sami, Sami, i kush zero. Shqiptar mut, mut i shqiptar. Më mirë mut se të flas për shqiptar. Konicë mjes dregtar nxorën dhe atë të lonin, si që ishte i prifti dhirë, qa është ai? Që boni atë, mund me tregue, qa është ai? Një zëv plumin. Zëv plumin. A kalohet e prap me... Zhomër jo, po, shifte shqip. O tani, se i një gjova intervistën, e kanë gjithë në YouTube, në qofë se stonë që është të dhirë, janë të dhirë, sepse i rob që gëzohet, sepse sepse i Gjermani funit, që ka thonë me goja dhe nuk e ka me të shkryt me, sa të libre ka bo Ismail Katereja 100%, a i me atë, me trunë sa kishtë, a i hate mundin librit. Por, po ta shovësh ke intervista, më këpto është kjo, iku Gjermani funit të të shajt femrat shqiptare. Po, ato shëmtira partizane. Pra, ose dhe truni shqiptar dhe duhet më undru. Jo, pa i nuk shate vetëm partizanët, shate edhe muslimante Shkodrës që ishin vesh me roba festive dhe kishin dalë të pritur. Eksaktësisht. Pra, edhe një anisi, bravo, dhe një anisi, prandaj po të them, sepse unë nuk jam kundra klerikëve, për mua klerikët kanë misionin më të bukur në botë. Me sinqeritet kanë... Po, problemi është që asnjëri se ty duket sikur e ke me klerikët, se asnjëri prej këtyre nuk bën misionin. Jo, këto, prandaj po të them, këto janë kundra fesë tyre. Këto janë kundra besimit, këto janë kopilat që futen ke një besim dhe pa ne kam një urrejtje të papar për këta, se di jam kuptoj, sepse kleriku të ka dhënë tjetri shpirtin. Dhe ty të tregosh rrugën e drejtë Zotit. Do më thonë, gjo më shenca aq nuk ka. Qoftë edhe për ateistët që është rrena, qoftë thuj qa dushti, më këto, po gjo më të bukur nuk ka. Pse se vetë njeriu ka nevojë të keti besim. Ca njerëz kanë për shumë trurin që ju punon, thotë, o nuk kam nevojë për besim, po që ti falesh diçka ose thosh u prit se Zoti do më ndihmojë në vështirësi në gjëra tjera.